Në fushatën zgjedhore të vitit 2013, Partia Socialiste pompoi fort idenë në shkatërimit të pabarazisë përmes taksimit. Në themel të programit ekonomik të 12 viteve më parë ishte vendosja e tatimit progresiv sipas logjikës ku të pasurit do të paguanin më shumë dhe ata që merrin më pak do të paguanin më pak. Vetëm TVSH-ja e parimbursuar, gjobas, detyrimet për punën publike të palikuiduara e çojnë taksën e shesh 10% në 22% të tatimit fitimit. Dhe ne angazhohemi që bashkërisht ta rikonceptojmë të gjithë zinxhirin e rimbursimit të TVSH-s. Dhe angazhohemi që nuk do të ketë më vonesa për të gjitha pagesat që administrata vendimore kanë ndaj biznesit dhe detyrimet do likuidohen kohë. E gjithë kjo retorik politike vlen vetëm për një pjesë të kontributit që qytetarët derdhin në buxhetin e shtetit, pasi 1/3 e të ardhurave tatimore vjen nga tatimi mbi vlerën e shtuar dhe vetëm 20% hyn nga tatimi të ardhurave personale dhe fitimi. Por le të shohim pak se si është aplikuar taksa progresive në Shqipëri me qeverisjen socialiste. Në vitin 2014, tatimi për paga deri në 30.000 lekë të reja në muaj u la zero. Ajsa ishte edhe në qeverisjen e demokratëve dhe nga kjo fash deri në 150.000 lekë u bë 13%. Mbi këtë shumë, paga tatoi me 23%. Ndër vite, fashat e tatimit të pagës ndryshuan, por jo normat tatimore. Ku të punësuarit tatohen deri në 23% nga 10% që ishte ky tatim në qeverisjen e demokratëve dhe në premtimet elektorale sot të partive opozitare. Sot pagat deri në 50.000 lekë tatohen në zero, deri në 200.000 lekë 13% dhe mbi këtë vlerë 23%. Po pse kjo taks ka që lartë të kurrisë të personave të punësuar? Kjo kategori bashkë me ata që kanë paga të larta në sektorin publik, natyrisht nuk janë më të pasurit e këtij vendi. Në çdo shoqëri kjo klasë konsiderohet si truri dhe fuqia e një kombi, të cilët më shumë se sa të taksohen, duhet që të stimulohen. Të pasurit e një vendi janë zotëruesit e korporatave dhe bizneseve të mëdha. Dhe a e dini sa kanë taksën bizneset e mëdha në Shqipëri? 15%. Pra një i punësuar me pak të lartë taksohet 23%, ndërsa pronari i tij me 15%. Një absurd që vetëm Rama mund ta asajoj. Duhet teksuar që propaganda e kryeministrit se qeveria e tij ka taksuar më të pasurit është përdorur në çdo fushat e sa herë që ka patur rastin, por nuk ka dhënë asnjë sqarim se përse puna taksohet më shumë se kapitali. Janë 93.743 biznese ose 77% e numrit total të bizneseve që paguajnë zero tatim mbi fitimin. Janë 14% që paguajnë 5% tatim dhe të dyja së bashku këto kategori nga ky moment pas kalimit të ligjit në parlament kanë zero. Shpesh është përdorur si argument se nëse taksimi i fitimit të kompanisë është 15% dhe i fitimit të pronarit që quhet taksa e dividendit 8%, bën 23%. Pyetja që shtohet për kryeministrin është se përse në qeverisjen e demokratëve dividendi taksohej 10% dhe në qeverinë socialiste 8%. Por ky nuk është favorizimi i vetëm që ligjet tatimore të socialistëve i kanë bërë shtresës së pasur. Ligji për investime strategjike, ligji për turizmin, ligji për tatimin mbi të ardhurat taksojnë me zero për 10 vjet investime në sektore që konsiderohen strategjike dhe angazhojnë kapital me vlerë mbi 5 milion euro. Pra kush ka miliona euro nuk paguan taksa si ne që nuk i kemi. Ore, as të djatët e ekstremit nuk do të guxonin me këto eksperimente kaq asociale. Gati, po harrojmë se jemi duke folur për Partinë Socialiste. Por, le të vijojmë. Për investimet në turizëm që kanë status special, taksa infrastrukturës dhe ajo fitimit është zero. Për bizneset e agroturizmit, industrinë automotive dhe kompanitë e softwareve, tatimi mbi fitimin është 5%, ndërsa për investitorët strategjik, tatimi i fitimit është zero për 10 vjet dhe TVSH-ja 6%. Faktikisht, Partia Socialiste premtoi TVSH të reduktuar në fushatën e vitit 2013 për shportën e ushqimeve dhe energjinë elektrike. Por kjo politikë ndryshoi rrugës dhe TVSH të ulët përfitojnë vetëm ata që kanë mundësi të frekuentojnë hotelet e shtrenjta të investitorëve strategjik. Përjashtimet tatimore janë kritikuar shpesh edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët kryeministri nuk lë rast pa i përmendur kur Shqipëria ndonjëherë del mirë në rënditjen e rajonit për rritjen ekonomike apo vlerësimin e borxhit. Të gjitha përjashtimet jo standarde, normat e reduktuara dhe trajtimet preferenciale duhet të eliminohen nga TVSH-ja, akcizat dhe taksat kombëtare. Ato komplikojnë sistemin në mënyrë të panevojshme dhe minojnë integritetin e tij duke e bërë të vështirë administrimin efektiv.
thuhet në një raport të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nëse ekonomia e Shqipërisë është rritur dhe bashkë me të edhe të ardhurat në buxhet, kush ka paguar më shumë kontribute në taksa? Sipas të dhënave zyrtare të Instat, paga mesatare për periudhën 2013-2023 është rritur me 35.5%, por paratë mbledhura në buxhet nga tatimi mbi të ardhurat personale janë rritur me 49%. Dhe pse ka ndodhur kjo? Më parë, për çdo të ardhur, qoftë nga paga, shpërblime, punë të dyta, interesa të kursimeve në banka, shitje të banesave apo konsulenca që ofroheshin individualisht, taksa ishte e njëjtë për të gjithë, 10%, ndërsa prej vitit 2014 u bë 15%. Por nuk mbyllet me kaq. Progresiviteti me parimin që të tatojmë sa më shumë shtresën e mesme dhe të harrojmë biznesin e madh, vazhdoi ndër vite duke përfshirë në skemën e taksimit 23% edhe ata individ që bëjnë 2 ose më shumë punë. Kështu, nëse më parë paguaj 10% për të gjithë ata që bënin më shumë se një punë, tashmë nëse dikush paguan 0 taksë sepse ka pagën 50.000 lekë dhe 13% të taksës te puna që merr 150.000 lekë, shteti i mbledh të dyja dhe pagua 23%. Kjo nuk ishte tentativa e vetme për të mbytur në taksa shtresën e mesme. Në vitin 2024 hyri në fuqi ligji për taksimin e profesionistëve të lirë, ku nëse bizneset e tjera me xhiro deri në 140.000 euro në vit nuk kanë taks, ata që kanë aktivitet ekonomik, por janë jurist, avokat, noter, kontabilist, ekonomist, dentist, mjek, ekspert teknologjie, arkitekt e tjerë, do të paguanin në bazë të ardhurave vjetore ose 15%, kur arrinin xhiro deri në 140.000 euro në vit dhe 23% për ata mbi këtë shumë. Për këtë ligj skandaloz u organizua një protestë përpara gjykatës kushtetuese, e iniciuar nga ne dhe e mbështetur nga profesionistë të lirë. Ligji u gjet diskriminues dhe jo proporcional nga gjykata kushtetuese, e cila shfuqizoi. Por ky rast na e përforcon mendimin se në 3 mandate të qeverisë socialiste barrën më të madhe të taksave nuk e ka mbajtur biznesi, por shtresa e mesme e popullsisë e cila po largohet. E si për t'i vëmbullën kësaj politike, pjesë e planit të Partisë Socialiste, këtë fushat zgjedhore është taksimi me 5% i bizneseve që kanë fshehur fitimin dhe nuk e kanë deklaruar, duke ofruar një lloj amnistie fiskale që është kundërshtuar me forcë nga institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo është quajtur nga kryeministri paqe fiskale. I pandryshuar do të mbetet dhe regjimi i taksës 15% për bizneset e mëdha. Do të ketë një risi. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznes, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Përpara kësaj tabloje të komplikuar me sistemin e taksave, oferta e partive opozitare duket më e thjeshtë: 0 taksa për biznesin e vogël dhe pagat nën 50.000 lekë në muaj dhe 10% për të gjithë të tjerët. A është kjo oferta që do të donin shqiptarët? Kjo mbetet për tu parë.